ky nuk e din kush është Sheh Fozani, edhe është domethënë ne ti thot Sheh Fozanit a lejohet Sheh, unë më thon për ti je dietari më i madh që njeh muslimanët sot. Ne ta pyesim Sheh Fozanin. Edhe tash, domethënë kush kanë qenë dietarët e Gjerhë Ta'dilit dhe kush janë dietarët e Gjerhë Ta'dilit në kohën tonë? Kush janë? Me gjithë respektin, ama për Sheh Fozani nuk thuhet se është prej dietarëve të Gjerhë Ta'dilit. Edhe Sheh Fozani nuk merret me këtë temë. Edhe muftia e Saudis. Nëse dikush thot, jo, po ne pyesim edhe të tjerit, si për shembull Sheikh Abadin për menheq, u themi, u sfidojmë. Mblidhja ata të gjithë që i ke përmend. Sulejmanin, Muhammed Bazmulin, Abdurrazak Al-Badr, Rislanin, mblidhi të gjithë. Edhe na tregon pralla, Sheikh Sulejmani, Sheikh Abdurrazaku. Unë personalisht e shoh këtë punë si xhihad, domethënë kundër këtyre. Unë e shoh si xhihad, domethënë me luftu këta. هناك من يدعي السلفية مع أنه يجهل علماءنا السلفيين المعاصرين ويصفهم بأنهم لا علم لهم إلا بالأمور الفقهية وأنهم متخاذلون للحكام ويكفر الحكام ويرى جواز التجمع الحزبي ويتعامل مع الحزبيين، فهل هذا سلفي؟ هذا سروري. تفضل.